Atëherë, zoti Mërtuari, do të flasim për vendimin që ndau gjykatën kushtetuese pranë në dysh një votim 4-4, por që rrëzoi sigurisht politikisht një nga figurat më të forta të qeverisë. Si e keni parë këtë vendim të gjykatës kushtetuese dhe a mendoni se tashmë pezullimi i Belinda Ballukut është goditja më e rëndë ndaj pushtetit ekzekutiv në këto 12 vitet e fundit? Atëherë, pikë pari, ky vendim tregoi që gjykata nuk pati, ose gjyqtarët e gjykatës kushtetuese nuk patën guximin që ta merrin një vendim 5-3 ashtu siç diskutohet tek INSET-i. Ata e rrëzuan kërkesën e kryeministrit Edi Rama thjesht në një procedurë, duke ndjekur një procedurë që meqense nuk kishte shumicën për të marrë 5-3, automatikisht e përcaktonte në shumë qartë që do refuzonte kërkesa. Për sa i përket kësaj nga ana e qeverisë, kjo është një goditje për Edi Ramën dhe si të kemi theksuar edhe tek intervista e fundit, këtu me rastin e zonjës Balluku thjesht kanë rënë e gjithë propaganda që ata ngritën mbas reformës në drejtësi që u bën në vitin 2015. Ku mas në çdo ngjarje, mas çdo individi të qeverisë, pra duke kujtuar që nga ish-ministri zoti Tahiri, Fatmir Xhafaj më mrapa, Erion Veliaj vetëm një vit më përpara, ku të gjithë apo edhe zoti Rametaj e lenim drejtësisë që të merreshe me këtë dhe kryeministri bënte për sa i përket drejtësisë si institucion, pra tek prokurorët e SPAK-ut apo tek gjyqtarët e GJK-s. Në rastin e zonjës Balluku, gjithë kjo propagandë e madhe që drejtësia po bën punën e saj dhe kemi një reformë në drejtësi, sepse Rama personalisht u mor dhe duke bërë presion edhe ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, siç i ka kërcënuar gjoja me atë, po duan paga, po duan të hanë gjithë buxhetin e shtetit, apo duke bërë detalje edhe në parlament, në mbledhjen e fundit të parlamentit, ku i sulmoi drejt për drejt prokurorët e SPAK-ut. Pra të gjitha këto që tregojnë që ai ishte shumë i rrezikuar nga kjo që po ndodhte me zonjën Balluku, ishte në presion dhe duke bërë një presion shumë të madh, të cilën siç duket dhe gjykata kushtetuese ka bërë diçka. Pra ky presion i ka ndikuar tek votat e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe fakti që ato e kanë lënë, si thua, barazim 4-4, ka thënë bëni çfarë të doni. Realisht nga njëra anë kjo është një precedent që në raste të tjera kur mund të shkelet kushtetuta dhe një palë tjetër, në këtë rast jo kryeministri, pra zoti Rama, pra një palë tjetër që mund të ketë të drejtë, në një rast të tillë që mund të ndahen prapë 4-4, dorëzohet një kërkesë e drejtë. Në këtë rast ne gjykojmë që është në favor të SPAK-ut, pra kjo rënje 4-4 e kërkesës së kryeministrit Rama, dhe do të procedohet më tej tani me imunitetin e zonjës Balluku, që sot mas asaj çfarë ndodhi dje në gjykatën kushtetuese është thjesht një deputete që e mbron imuniteti akoma derisa të bëhet mbledhja në Këshillin e Mandateve dhe derisa të votohet në parlament. Ndërkaq, zoti Mërtullari, sigurisht që kur drejtësia dhe politika përplasen ballë për ballë, zakonisht dikush do ta humb pushtetin dhe në këtë rast është vetë kryeministri shqiptar Edi Rama i cili humbi betejën më të rëndësishme përballë drejtësisë, pra pikërisht me rastin e zonjës Balluku? Atëherë, zonja Balluku ishte ministrja më e fortë pra krah Ramës, ishte edhe zënës kryeministre, ministri i infrastrukturës, drejtonte një nga ministritë me buxhetin më të madh. Mendohet që në këto 4 vitet e fundit të jenë shpenzuar me tendra rreth 2 miliardë euro, pra do të themi që kishte ministren dhe personin më të afërt, pra krahun e djathtë, dhe me rënien e Belinda Ballukut, të gjithë projektorët dhe të gjitha, domethënë janë ngritur shkallë, tani i ka ardhur Rama edhe kryeministrit Rama dhe sigurisht betejë kaq e madhe për të mbrojtur zonjën Balluku, në vetvete tregon që edhe është frikë që mas Ballukut kush e ka radhën, pra radha i vetme që i ka ngelur tani mbas të gjithë këtyre kryeministrave, kryetarëve të bashkive, deputetëve apo të gjithë
drejtues të tjerë të institucione shumë të rëndësishme të shtetit, të cilët janë përballur me drejtsinë, i vetmi person i cili tani i ka ardhur radha është kryeministri, pra zoti Rama, dhe pikërisht e gjithë kjo ka bërë që Rama të investohet vetë personalisht për të mbrojtur zonjën Balluku. Por besoj që me rënien apo me vënien përpara të drejtësisë të zonjës Balluku, edhe Rama ka një humbje shumë të madhe, sepse tani do të jetë tashmë i zbuluar, është personi që është i lidhur drejt për drejt me zonjën Balluku, edhe të paktën tek ato sa janë zbuluar nga dokumentat që janë nga mesazhet në dosjen e zonjës Balluku, të çon intuita që personi mbrapa është edhe zoti Rama. Në fakt, zoti Myrtollari, tuneli Llogaras unaze e madhe dhe ndërkaq edhe tendera me miliona euro janë tashmë në lupën e SPAK. Mendoni se tashmë është shembur e gjithë skema e madhe infrastrukturore e ndërtuar nga vetë qeveria Rama? Të jemi realist, është denoncuar me vite nga opozita, të gjithë të skema kanë qenë të ditura, por ajo çfarë tani është bërë e pambrojtshme dhe as propaganda investimi në propagandën qeveritare për të mbuluar të gjithë të afera korruptive, nuk po bëjmë më punë, edhe ajo çfarë tani ka ndodhur, si me rastin e zonjës Balluku apo dhe me kryeministrin, është që fjalët e tyre dhe propaganda e tyre nuk po ngjit më. Dhe ajo që është denoncuar ndër vite nga opozita, tashmë është bërë shumë e qartë dhe është bërë publike edhe për njerëzit për ta kuptuar, domethënë. Po t'i rikthehemi shumë e shumë denoncimeve të viteve 2020, 2021, 2022, 2023, kemi dalë që pas kanë qenë të gjitha të vërteta nga këto investigime që po dalin tashmë nga SPAK-u apo nga këto skemat korruptive që janë zbuluar deri më tani. Ndoshta këto do të jenë një manual për të mos ndodhur përsëri, po urojmë që drejtësia të shkojë deri tek skema më e vogël e korruptimeve, apo mos më lënë asnjë gjë më të pazbuluar për publikun, që të mos na përsëriten përsëri këto lloj skemash korruptive, me këdo që do vinë më mbrapa këtyre në qeveri. Në fakt, në këtë votim që ndodhi pra në gjykatën kushtetuese 4-4, zoti Myrtollari, pyetja që ndau, le të themi, gjyqtarët pra në dy anë ishte imuniteti politik apo përgjegjësi penale, dhe mendoni se në këtë rast ministrat dalin mbi ligjin apo ky rast ndoshta vendos edhe një precedent rrezikshëm për çdo antar tjetër të qeverisë? Unë siç e thash, domethënë, fakti që kjo doli 4-4 ka dy anë. E para disaj, do të themi që fitoi SPAK-u për faktin që e kishte pezulluar zonjën Balluku nga pozicioni i ministres infrastrukturës dhe zëvendës kryeministres, por nga ana tjetër, siç e theksova, është shumë i rrezikshëm si precedent në rast se gjykata kushtetuese që është në nivelin më të lartë, pra është ajo që mban balancat e sistemit të drejtësisë, që mban që të funksionoj Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nëse ajo nuk shprehet për një ngjarje kushtetuese dhe thjesht e lek të rrezohet me procedurë, ky është një precedent shumë i rrezikshëm në rastet e mëvonshme. Pra nëse do kemi një rast tjetër ku është shkelur Kushtetuta dhe po themi në këtë rast opozita apo disa qytetarë e kundërshtojnë këtë shkelje, pa presionin që i ndodhi gjykatës kushtetuese tani, mund të marrë një vendim kundra apo mund të argëzojë me një vendim me një votim 4-4, dhe kjo do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm. Pra, gjykata kushtetuese, nëse SPAK-u kishte të drejtë, që në këtë rast besojmë që kishte të drejtë, duhet të kishte marrë një vendim 5-3 dhe për mos ta lënë këtë si një precedent që do të ndodhin të tjera me një votim 4-4. Pra, po flasim për Kushtetutën që është në niveli më i lartë, edhe gjykatës kushtetuese është në niveli më i lartë që arrin dhe jep vendime që janë të kushtetutshme apo jo, këto vendime të marra nga shkallët e tjera të gjyqësorit. Prandaj precedenti realisht është shumë i rëndë, por urojmë që të mos ndodhi përsëri. Besoj që me rastin Balluku të jetë i fundit. Ndërkaq, zoti Myrtollari, mendoni se do të guxojë tashmë mazhoranca të votojë arrestin e një ish zëvendës kryeministreje? Realisht, siç ka ndodhur edhe me të tjerët, ata nuk është se kanë diskutuar, pra, si me zotin Tahiri, si me Erion Velia, Erion, nuk ishte imunitet, por si me
ato personazhet e tjera, pra edhe me zotin Berisha që ka qenë i hoq mandati kështu, nuk besoj që do kishte, domethënë do i binte përsëri një barë e madhe politike për ta mbajtur nëse s'do ta votojnë. Çfarë nuk presesh nga këta, unë nuk po them që nuk pret nga këta, nuk presesh çfarë do lloj mund të bëhen edhe barrierë për ta mbrojtur zonën Ballukut, pra që mbrapa mund të mbrohet edhe zoti Rama, por realisht duhet të ishte thjesht një formalitet votimi për t'i hequr imunitetin, sepse imuniteti nuk do të thotë që parlamenti po e arreston zonën Balluku. Atë do ta vendosi gjykata GKK-ja, pra gjykata speciale, që është